Shifra tjetër, ku i keni dërguar? Vetë se i keni bërë publike? Shiko, hapi parë është i përvitshëm, është që ne i bëjmë publike. Pastaj, ne ja referojmë, të thash, institucioneve dhe pa dyshim ne këto... Kujt institucione? Ministria Arsimit i ka këto shifra për shembull? Po, Ministria Arsimit dhe të gjitha... Kryeministria? Shiko, ne nuk kemi shifra të cilat ata nuk i dinë. Këto shifra janë të nxjerra nëpërmjet procedurave të prokurimeve publike. Tani, e ka fajin ta që nuk e konsiderojnë shkelje, apo do me thënë qa mungon në këtë mes tani? Se okej, ju e keni kapur, dhe thoni pse nuk shkojnë për kërkim shkencor, po shkojnë për personelin. Kjo është në natyrën... Basi qeverisi duket normale që të shkojnë për personelin. Po, atëherë, këtu në lindë drejta që se cilit nga ne të arsytoj nëse kjo është diçka e drejt dhe se ku po shkon sot arsimi i lartë në vend, sepse ne në fund, kur diskutojmë për cilësin, edhe kur flasim për cilësin, shpesh themi nga nis kjo. Dhe kur të mungon infrastruktura e brendshme, sepse këto të gjitha këto nuk përkthehen realisht. Për shembull, studentët sot vrapojnë gjë një sallë leksioni i cila ka internet nëpër universitetet, flas edhe në Tiranë, pa shkuar në universitete të tjera, sepse një sallë ka internet, një sallë tjetër nuk ka internet. Atëherë, kur ne kemi të bëjmë me kaq shumë shpenzime, të cilat kanalizohen në mënyrë të ndryshme apo në disa sfera, ajo që ne themi është, a duhet që universitetet jenë racionale kur i shpenzojnë?